Në kujtesën e një shoqërie. Me pjesëmarrje të adhuruesve të fjalës së shkruar, sot në hapësirat e bibliotekës Ibrahim Rugova, u përurua libri Dëshmi e ndërgjegjës, me autor Filip Guraziu, vepër e cila konsiderohet e rëndësishme për brezat e rinj, duke pasqyruar ndryshimet ndër vite. Halil Ahmeti, kryetari i shoqatës Drini Gjakov Shkodër, hapi ceremoninë e promovimit të librit të autorit Filip Guraziu. Po vazhdojmë me këtë aktivitet të radhës. Shpresojmë që do të ndani jashtëzakonisht të kënaqur edhe kemi nderin që kemi të pranishëm këtë burg të Shkodrës, i cili ka qenë ish kryetar i Bashkisë Shkodër, publicist, sportist dhe shumë aktivitete tjera. Pra, faleminderit që na solle pra këtë libër zoti Filip. Të uroj sukses edhe libra tjerë pra botime të reja. Fjalën e tij në promovim e ndau edhe kryetari i klubit letrar Gjon Nikol Kazazi, Muharrem Kurti. Që në fillim të vështrimit tim për novelën Dëshmi e ndërgjegjës autorit Filip Guraziu, bindesh se ky libër shkruar për familjen e Gjon Prilepit, një tregtar i cili vritet gjatë një plaçkitje që i bëhet objektit e tij në qytetin e Shkodrës. Familja Prilepi pëson një goditje të rëndë, duke humbur njeriun kryesor të saj. Me kritikën letrare, ndërgjegjja si dëshmi e kohës dhe njeriut, profesoresha Migena Arllati shprehu karakteristikat kryesore që pasqyrohen nëpërmjet kësaj vepre letrare. Autori Guraziu përdor një stil realist dhe dokumentues. Ai ndërton personazhe të lidhur ngushtë me përvojën historike shqiptare. Vepra dëshiron të kthejë traditën qytetare shkodrane, duke nxjerrë në pa virtytet themelore, të cilat unë i përmenda më herët, dhe që posaçërisht janë të stërpërmendura: besa, mirësia, respekti, si dhe të mbrojë kujtesën kolektive nga harresa historike. Për letërsinë e autorit Filip Guraziu, fjalën e tij e dha edhe autori Nadir Zhabjaku. Letërsia që na sjell profesor Filipi, se kështu kam dëshirë ta quaj profesor Filipi, se na lidh edhe lidhja si koleg mësues, por na lidh edhe si koleg shkrues. Nuk mund të ndajmë letërsi qytetare dhe letërsinë katunare. Po unë mund të them që në veprat e profesor Filipit gjejmë mendësi qytetare, jetën qytetare. I pranishëm në këtë promovim ishte edhe kryetari i shoqatës Drini Shkodër, Gjakov Nexhat Grezda, i cili vlerësoi lart shkrimin e autorit Guraziu. Sot që erdhëm këtu, unë s'kam za flas as jam i linjës, s'mund të konkurroj me Zoën e Zotnir, po një konstatim që e kam të hershëm për Filipin, e kam mik të hershëm dhe shumë dashamirësi i tij. Filipi nuk ka shkrimtar profesionist. Filip është qytetar i mirëfillt, i formuar, i cili na vjen mesazhe më të mëdha se ato që i sjell një shkrimtar profesionist në një subjekt caktuar. Ndërkëtë fjalën e fundit në ceremoni e dha vet autori, i cili tregoi për vlerat që ka synuar të përcjell nëpërmjet kësaj vepre letrare. Unë i përkas brezit tret. Ne sot brezi i tret, mosha që kam unë, nuk ka të ardhme, ka të kalume. Por ne kemi një veçori, që kemi eksperiencën e jetës. Edhe këtë eksperiencët jetës pozitive, duhet t'ja lëm brezit ri. Në kujtesën e një shoqërie nuk duhet të humbasin traditat e mira që e kanë karakterizuar ato, ishte mesazhi që u përcoll sot gjatë promovimit të librit, teksa kjo vepër letrare u mirëprit nga të pranishmit.